Panairi i librit i titulluar Libri të bën të lirë, i cili mbylli si parin pas 3 ditësh aktivitet në mjediset e famullisë Shkodër, ishte i pari i këtij lloji në Shkodër gjatë 3 dekadave të fundit. Ky angazhim i famullisë u vlerësua pozitivisht nga shkrimtarët, lexuesit dhe dashamirësit e artit. Për kryetarin e shoqatës së shkrimtarëve Shkodër, Zia Vukaj, kjo mënyrë organizimi është e mirëpritur. Unë çdo gjë që bëhet për librin, çdo lëvizje apo veprim që bëhet në emër të librit, unë e vlerësoj pozitivisht, nuk pa vrau mendën fort, as pa paragjykuse nga vjen. Panairet e afishojnë shtëpitë botuese që janë promotori, është motori i zhvillimit të librit. Shtëpitë botuese gjithashtu paraqesin vepra, paraqesin emra, panairet janë të mira edhe për shkrimtarët, për poetët, për studiusit, për të gjithë njerëzit që botojnë pra libra. Është ajo që e marrë gjallë frymën e librit. Ndërsa Franu Kulli nga shtëpia botuese Fishta thekson se është e papranueshme që në një qytet të njohur për kulturën si Shkodra të ketë munguar një panair libri për mbi 3 dekada. Ai thekson se tashmë është koha që organet e pushtetit vendor të mbështesin organizime të tilla, duke i kthyer ato në një traditë. Shpresoj që edhe organizmat shtetënore të kulturës në këtë vend, bashkia sidomos, do të ketë si një thirrje, si një motivim që do të merret shumë më seriozisht, sepse Shkodra meriton me kanë edhe në këtë sens flamurtare, është vendi i saj, qytetimi i Shkodrës që meriton një gjë të tillë. Edhe unë shpresoj shumë që në vitet e ardhshme ne do të kemi një panair me shumë më dimensional. Botuesi i shtëpisë botuese Toena, Fatmir Toqi, e cilëson këtë organizim të famullisë Shkodër një mesazh domethënës, ndaj si organizatori i njohur panairish shpreh besimin se do gjejë mirëkuptimin e bashkisë për ta kthyer në tradicional hapjen e panairit të librit në Shkodër. Ky ka qenë një mesazh shumë i madh, po do thoja në thojza edhe një lloj kritike dhe vërejtje që organizime të tilla Shkodra i ka merituar shumë më përpara. Shkodra është djepi kulturës shqiptare, është një nga qytetet historike që na bën krenar në gjitha etapat e tij dhe një tempull i librit siç është një institucion i librit, siç është panairi, unë mendoj që Shkodra duhet ta kishte përjetuar më përpara. Unë e përshëndes të nisëm të jashtëzakonshme dhe edhe si një kamban që edhe me pushtetin vendor në të ardhmen të bëjmë një panair tradicional gjithvjetor, shumë më të madh, me pjesëmarrje më të gjerë nga gjithë bota shqiptare, pse jo dhe botues të huaj, në mënyrë që t'i kthejmë njerëzit e librit, t'i kthejmë njerëzit e kultura, t'i kthejmë njerëzit tek qytetaria që vjen nëpërmjet librit. Në këtë panair morën pjesë 20 shtëpi botuese nga Shqipëria dhe Kosova. Gjatë 3 ditëve, panairi u shoqërua me aktivitete të ndryshme si takime me shkrimtarë e studiues, interpretime të krijimtarisë letrare, diskutime mbi botimet e autorëve të ndryshëm dhe vlerësime nga juria për disa nga autorët që kanë tërhequr vëmendjen e lexuesve me librat e tyre.